Në pritje të liberalizimit të vizave, qytetarët kosovar janë mësyn ambasadave për siguruar një vizë për bashkim familjar, vizitë turistike apo për punë sezonale. Para ambasadës gjermane të llovi si çdo herë, po aplikohen kritere shtrënguese për dhënien e vizave. Për viza biznesi mund të aplikohet, kurse për të tjerat nuk ka asnjë termin. Thuhet se janë rezervuar terminet për aplikim deri në muajin tetor, po psojnë studentët që me vite kanë punuar në Gjermani si punëtor sezonal. Besoj se dhe kësaj radhe kam e pas sukses në termin, për shkak se kam apliku 5 muaj më herët, për shkak të vonesave të shumta që po ka, numri i madh i studentave, për shkak të ambasadës po dështojnë shumë terminet, studentat shumë po jesin pa shku me punu në Gjermani. Unë kam apliku në muajin shkurt, por si vjetën shumë vështirë për me bërë një termin në ambasadën gjermane. Sepse që shpëtojnë këta vetëm duhet në mënyrë grupore, shka ka shumë, kurse individualisht nuk ka termine. Apo për në zonë dhe për shesin, nuk këdi çfarë po ndodh, si vjetën shumë vështirë. Unë në muajin e shkurt kam apliku dhe nuk ka ende termin. Ne u munduam që edhe nga ambasada gjermane të marrim informacione se pse këto kritere të rrepta për sigurimin e vizave për qytetarët kosovar, por ata na thanë se për këtë çështje përgjigje duhet kërkuar në Berlin, më që ata sigurojnë kushtet për dhënien e vizave. Në anën tjetër, për realizimin e kësaj kronike, ne u penguam edhe nga policia e Kosovës që të filmojmë dhe të bisedojmë me qytetarët e studentët që presin për viza. Bile një polic duke mos ditur përgjegjësinë dhe obligimet e tij se xhirimet në vendet publike nuk pengohen, ai na u kërcënua edhe me thyrjen e kamerës. Në civilizat të thonë të ta thej kamerën, ta thej kamerën. Puna jote është aty. Ta thej kamerën, këtë ta thej. Unë që të thomë si në gjëzë se ta rësej që dashte. Polici që na pengoi në kryerjen e detyrave tona nuk punonte fare në ambasadën gjermane dhe ai doli nga një ambasadë tjetër. Me gjithë pengesat nga policia e Kosovës ne arritëm të marrim opinionet e disa studentëve dhe qytetarëve lidhur me problemin e dhënies së vizave. Kemi apliku para një muaj, kemi ardhur javën e kaluar kemi pas terminin, nuk na kanë dhënë vizën. Tani po presim një ankesë të bëjmë. Çka po ndodh? Pse nuk po japin vizën? Pse ka çfarë pritim student? Pretim, ky është një mos organizim i qeverisë tonë, të cilët nuk merren me hallin e qytetarëve, por merren me korrupsion, me gjëra që ju komentojnë atyne. Po të asme shashka të mua qëre? Se çka po po? Po bërë që më vek më shpet vizat dhe në du me orë më morë këtu me 45 atë. Me këta farë. Derisa nga Brukseli arrin lajme se liberalizimi i vizave do të ndodhë së shpejti, nëpër ambasada po vendosën kritere të forta që pengojnë qarkullimin e qytetarëve të Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian.